Doktorish, unë e di që ka pak femna të cilët e zgjedhin specializimin e mjekësisë emergjente. Pse? A është kaq sfiduese, a është e rëndë? Nuk më thonë që është e lehtë emergjenca. Sepse është ngarkesë, në rënd parë ka raste shumë. Ka raste të rënda. Pastaj je ndrime çdo herë, orari gjatë i punës. Është sfiduese mirë, po kur e do një profesion, edhe normal që e zgjidh. Po, e për fund po du me të pyet, a ka momente kur e kryen kujdestarin edhe nga lodhja, po i ndojnë dy pjesë ditën tënde, ose ndonjëherë e kia ndjesin, ose do të shqyr që ja dolëm edhe na shpetun, ose e kia ndjesin kur të vjen me kajt për humbjen e najonit për pacientëve. O ka, për gjithave janë ato. Po. Ka edhe të raste që të vjen ndoshta me qajt, se timet shumë, ka edhe që e stër nga kupi lodhjes, ka me nëzisë tani më kry ndrimi, ka raste që kanë kalu mirë, disa raste edhe i e gëzuar, edhe ashtu, por je shumë i gëzuar edhe që ka kalu mirë, ndonjë rast që ka qenë shumë kritik, ka raste të ndryshme. Janë përjetimet të profesionit tuaj, që të cilat po të hidheshin në letër të bardhë, do të lenin gjurmë të mdhaja, doktorish. Po, vërtet.